Akti I fundit normativ për ndryshime në buxhetin e vitit 2025 është diskutuar në seancën kuvendore. Gjatë prezantimit të tij, Ministri I Financave Petrit Malaj theksoi se u adresua mbështetja e shtresave në nevojë, siç janë përfituesit e ndihmës ekonomike dhe personat me aftësi të kufizuar, si dhe u akorduan fondet për indeksimin e pensioneve dhe bonusin. Akti normativ adresoi në mënyrë të menjëhershme nevojën e mbështetjes së shtresave më në nevojë, siç janë familjet që përfitojnë ndihmë ekonomike apo personat me aftësi të kufizuar, si dhe kujdestarët e tyre. Si dhe paralelisht me këtë, kemi garantuar edhe fondet e nevojshme për skemën e pensioneve. Për vitin 2025, mbështetja buxhetore për familjet që kanë përfituar ndihmë ekonomike, si dhe për personat me aftësi të kufizuar, arriti në vlerën 25.6 miliard lek apo 256 milion euro,